Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë për renditjen e objekteve apo layers. Po krijoj një katror, po bëj me shift këtë mënyrë. Okej. Me Ctrl Alt po e bëj duplikat një formë, tash janë dy kësajna. Pjanë bëj ngjyrën, klikoj këtu po bëj një ngjyrë sa me vrejt dallime. Okej. Këtu i kemi layers. Nëse nuk ju shfaqen juve i keni te Windows edhe keni me F7 apo këtu edhe i shfaq një layers. Shikoni, këtu e bëmi drag and drop poshtë, e ndromi renditjen cili me dal këtu në alt dhe cili poshtë. Po kjo është një metodë e cila na merr kohë me menaxhu prej kësaj dritares. E rëndësishme apo mënyra më e shpejtë është me Ctrl edhe me klop të mesme, do të thonë Ctrl edhe me këtë klopën majtas edhe djathtas. Do të thonë vendosni ose çet klop ose çto. Me tash që shikoni, e kam selektuar këtë. E klikoj Ctrl edhe këtë klopën e parë, kjo vendos poshtë. Kjo klopa tjetër me Ctrl e vendos lart. Shikoni. Kjo është një metodë më e shpejtë se sa me shku këtu. Tash për momentin ai kemi dy forma, po kur krijomi shumë forma, kjo bëhet më e komplikuar me menaxhu renditjen. Kështu që për çfarë arsye, me Ctrl edhe me klop e bëmi këtë veprim më shpejt. Para mendoni nëse kemi shumë forma. Shikoni. Këtë. Edhe këto po e bëj një ngjyrë tjetër. Shikoni, kjo është këtu. Nëse duhen këto me vendos mas nalti, klikoj Ctrl Shift edhe këtë klopën. Shikoni, Ctrl Shift, kjo i kalon këta layerat. Edhe Ctrl Shift me klopën e majt, kjo shkon mas poshti, me Ctrl Shift klopën e djathtë shkon mas nalti. Ndërsa vetëm me Ctrl edhe me klop, kjo shkon vetëm nga një layer. Shikoni ç'lëviz këtu. Vetëm me një nga layer shkon te poshtë. Ndërsa Ctrl Shift mas larti, Ctrl Shift mas poshti. A vetëm me Ctrl vetëm me një layer shkon më lart.